A mundesh më na fol fillimisht pak për historikun e mediave? Patjetër. Media, ajo që ne cilësojmë sot, është përbëhet nga shumë mediume të ndryshme. Qoftë rrjetet sociale, videot e shkurtra, filmat, dokumentarët, intervistat, lajmet, por ama në fillimet e veta, në fundin e viteve 1800, kanë qenë vëllezërit Lumière, ato të cilët arritën ta ndërtojnë një lloj mekanizmi i cili mund të xhironte imazhe të cilat janë në lëvizje. Madje kushdo që mund të hapi arkivat dhe të shohë xhirimet e fundit të viteve 1800, do të ketë një kënaqësi nga ana nostalgjike tek sheh rrugët e Stambollit apo Parisit në ato vite. Një jetë totalisht ndryshe nga ajo të cilën ne kemi sot. Më pas kjo media, kjo lloj kinemaje, ky lloj arti i shprehur u zhvillua në formën e filmave, në formën e dokumentarëve, por ama baza e saj mund të themi që personat më profesionistë asaj fushë në ato lloj kohërash kanë ardhur nga ekipi i Stalinit dhe i Hitlerit. Është e habitshme sot, por ama media në identitetin e saj u krijua si një lloj propagande luftës. Më pas këto njerëz emigruan për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku aty edhe e zhvilluan si një medium i cili shpërndante edhe lajmin, po edhe anën artistike. Aty u zhvillua më shumë në kohën e periudhës së depresionit të madh, ku në fakt nëpërmjet medias, nëpërmjet filmave, nëpërmjet reklamave, ju mësua njerëzve se cili është roli i tyre në shoqëri. Kjo është diçka e cila në një moment tjetër mund të jetë shumë e gjerë për diskutim dhe për debat, pasi ato role të cilat u implementuan tek secili njeri në shoqëri janë kritikuese deri diku, por gjithsesi çështja kryesore e cila u zhvillua ishte krijimi i nevojave fallco. Gjë që ne edhe sot po e jetojmë shoqërinë tonë, sepse njeriu po i mësohet që i duhet ta marrë diçka, i duhet ta pëlqejë diçka. Njeriu po mësohet se si të mendojë. Më pas nga ajo periudhë deri më sot kemi ardhur në median e cila është e gjithëngjyrshme. Kemi median e cila transmeton të vërtetën, transmeton lajmin, përgënjeshtron të vërtetën, na krijon një të vërtetë tjetër, na krijon një realitet tjetër, një realitet i cili, po ta shohim nga ana filozofike, është siç e ka shpjeguar Platoni në kohën e tij kur e tregonte si hiperrealiteti, të krijojmë një realitet mbi atë çfarë është sot. Pak a shumë kështu kemi ardhur në kohët e